Përshëndetje të nderuar teleshikues nga edicioni orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Shqipëria nënshkruan një marrëveshje në fushën e energjisë me Shtetet e Bashkuara dhe Greqinë. Ambasadori amerikan në Athinë u takua me kryeministrin Rama dhe vlerësoi mjaft të rëndësishme marrëveshjen për rajonin. Sali Berisha deklaroi se ndaj Ilir Metës është ushtruar dhunë psikologjike dhe fizike në paraburgim me urdhër të kryeministrit Rama. Ai theksoi se seancat gjyqësore që nuk prekin sigurinë kombëtare duhet të jenë publike. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian theksoi se objektivi për mbylljen e kapitujve brenda vitit 2028 është më së i arritshëm. Andreas Schieder vlerësoi reformat e ndërmarra duke nënvizuar atë në drejtësi. Zbardhen detaje të reja nga arrestimi i Ervin Matës në Brazil. Në momentin që është ndaluar nga policia, i është gjetur kartë identiteti paraguajane dhe një pasaport bullgare të falsifikuara, ishte në vëzhgim prej 2 vitesh. Kanë dështuar 2 seancat parlamentare në Kosovë për zgjedhjen e presidentit të ri, pritet që kuvendit të mblidhet edhe në orën 19, ndërsa afati përfundon në mesnatë, vendi po shkon drejt zgjedhjeve pasi nuk ka konsensus. Dhe ju njojmë tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje në fushën e energjisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Greqinë. Kryeministri Edi Rama tha se vendi synon të kthehet në një vend eksportues neto të energjisë brenda këtij mandati, ndërsa ambasadoria amerikane në Athinë, e cila ndodhet në Tiranë për këtë marrëveshje, theksoi se po çohet përpara agjenda energjetike e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Ajo e cilësoi historike marrëveshjen e nënshkruar. Ndjekim disa nga deklaratat e kryeministit Rama dhe diplomates amerikane. Energjia përcakton sigurinë tonë, fuqinë tonë ekonomike dhe ambicien tonë për vendin që zëm në këtë rajon në Europë. Shqipëria ka zgjedhur që të kaloj përmes një procesi mjaft të dhimshëm reforme energjetike, dhe ndërkohë që flasim, nuk kam më pa drejtësi në sistem siç ishte më parë. Gjithkush paguan atë që i takon. Ndërkohë ne investojmë për të diversifikuar portofolin ton, për të shkuar nga një vend që varet tërësisht nga energjia hidrike dhe importet, të arrijmë shumë shpejt që brenda këtij mandati të shndrohemi në një vend eksportues neto të energjisë 100% i ripërtëritshëm. Ka 2 marrëveshje shumë të rëndësishme që po nënshkruhen sot, që është marrëveshja $20 miliardë për gazin e lëngshëm natyror, që tregon se Shqipëria po luan gjithmonë një rol në rritje si një ndërlidhës në Ballkanin Perëndimor. Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndihma për të formësuar një të ardhmë më të sigurt dhe të begat për Europën juglindore. Në fakt, ky ndërveprim forcon sigurinë energjetike dhe sigurinë kombëtare përjedhojnë. Në sektorin energjetik, siguria dhe begatia, mërshënia shkojnë krah për krah. Memorandumi i mirëkuptimit për studimin, zhvillimin, ndërtimin dhe bënien veprimtari të një qendre thelbësore energjetike përfshi një impiant gazi dëshmojnë rëndësinë që qeveria shqiptare i kushton energjisë qëndrueshme. Sali Berisha deklaroi se ndaj Ilir Metës është ushtruar dhunë psikologjike, madje edhe fizike në paraburgim, sipas se gjithçka është kryer me urdhër të kryeministrit Rama. Lideri i opozitës theksoi se seancat gjyqësore që nuk prekin sigurinë kombëtare duhet të jenë publike. Dhunë fizike dhe psikologjike është ushtruar në paraburgim ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, sipas kryedemokratit Sali Berisha. Në konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike tha se me urdhër të kryeministrit Rama, Meta është trajtuar me kushte çnjerëzore. Trajtimi çnjerëzor i kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, akt i hakmarrjes primitive të Edi Ramës. Gjatë këtyre 17 muajve në burg, ndaj Ilir Metës është ushtruar dhunë dhe terror psikologjik, periodik, madje dhe fizik,
Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitortur të Këshillit të Europës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive ndaj Ilir Mec. Përveç rasteve kur hetimet prekin sigurinë kombëtare, Berisha tha se seancat gjyqësore duhet të jenë publike. Kam bindjen më thellë se çdo seancë, përjashtu ato të cilat kanë sekrete të sigurisë dhe mbrojtjes vendit, duhet të jenë publike dhe vetëm publike. Kjo është një normë për çdo vend të lirë. I konfirmuar si kandidat për kryetar të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 majit, Berisha tha se është i vetmi që mund të qëndrojë përballë qeverisë, e cila realizon vetëm farsa elektorale. Në këtë parti po votohet, në një kohë kur partia e krimit nuk ka njeri që mund thotë se ka hedhur një vot. Unë u them shqiptarëve do mbroj votën. Ata që duhet zgjedhje duhet përmbysin diktatorin. Ata të cilët besojnë se mund të ketë zgjedhje në diktaturë, ata mashtrojnë vetën e tyre dhe bëjnë lojën e diktatorit. Lideri i opozitës pati edhe një koment për debatet mes kryeministit Rama dhe deputetes Elisa Spiropali në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ajo parti sot është më shumë se kur parti krimi. Partia dhe qeveria janë lubizuar përfundimisht. Janë gramat e fundit të një regjimi që bën gjithçka për të mbajtur në këmbë. Kryetari i Partisë Demokratike thotë se vetëm protestat paqësorë të vazhdueshme mund të rrëzojnë qeverinë Rama, ndërsa e cilëson tubimin që do të zhvillohet më 8 maj si një tjetër hap drejt rrëzimit të mazhorancës. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian theksoi se objektivi për mbylljen e kapitujve brenda vitit 2028 është më se i arritshëm. Andreas Schieder vlerësoi reformat e ndërmarra duke nënvizuar ato në drejtësi. Në diskutimin mbi zgjerimin në grupin e Socialdemokratëve në Parlamentin Evropian, raportuesi për Shqipërinë Andreas Schieder e konsideroi të arritshëm objektivin që ka ky vend për të përfunduar negociatat. Shqipëria ka ndërmarrë shumë reforma në të kaluaren si reforma në drejtësi, e cila ishte më e thella në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Mendoj se është i arritshëm objektivi për të përfunduar të gjithë kapitujt e negociatave në vitin 2027 ose 2028, dhe pastaj për të qenë gati për të bërë një nga shtetet e reja anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, për mua, 3 pika janë jashtëzakonisht të rëndësishme. E para nuk ka të bëjë vetëm me hapjen e kapitujve dhe mbylljen e tyre, ka të bëjë edhe me atë që njerëzit në vend të ndjejnë reformat dhe ndryshimin e shoqërisë. Së dyti, mendoj se gjithë Ballkani Perëndimor dhe Shqipëria po përballet me një ikje të madhe të trurit. Shumë të rinj shqiptar janë jashtë vendit sepse ata duan që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ose BE vjen tek ata, ose ata shkojnë drejt shteteve anëtare të Unionit. Antarësimi në Bashkimin Evropian, rruga drejt tij është gjithashtu një shans për të ndryshuar këtë situatë, për të dhënë një sinjal të rinjve se dhe ata mund të kthehen nga Europa dhe të kontribuojnë në zhvillimin e vendit. Schieder kishte edhe një këshill për politikanët shqiptar. Mendoj se integrimi nuk është dhe një çështje që politikanët shqiptar duhet që ta diskutojnë vetëm brenda Shqipërisë. Është gjithashtu e rëndësishme që të shkojmë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të tregojmë historinë se Shqipëria tashmë ka ndryshuar për mirë në mënyrë kaq dramatike, saqë është një vend i ndryshëm nga sa mendojnë shumë të tjerë në shoqërinë tonë. Dhe ky është një hap i rëndësishëm edhe për ta bërë një zgjerim të suksesshëm, sepse ka rëndësi nëse e mbështesin të 27 shtetet anëtare. Shqipëria po ecën shumë mirë në këtë drejtim. Në të njëjtën linjë ishte edhe eurodeputeti holandez Reuten. When we had the election campaign for the European elections in 24, Kur zhvilluan fushatën elektorale për zgjedhjet europiane në vitin 2024, disa prej nesh thanë se do të ishte shumë mirë të kishim të paktën 2 shtete të reja që antarësoheshin në Bashkimin Evropian para vitit 2029. Të tjerë thanë, po mirë, kjo nuk është aq realiste. Tani kjo ide është papritmas realiste, palpunës së palodhur në Shqipëri, por edhe në Maltëzi. Kjo është diçka nga e cila mund të kemi pak shpresë. 2 kandidatët e tjerë kryesor sipas Komisionit Evropian janë Ukraina dhe Moldavia. Më 5 maj, Komiteti i Punëve të Jashtme do të votojë raportin mbi Shqipërinë, i cili më pas do t'i paraqitet Parlamentit Evropian. Zbardhen detajet të reja nga arrestimi i Ervin Matos në Brazil në momentin që është ndaluar nga policia i është gjetur kartë identiteti paraguajane dhe një pasaport bullgare e falsifikuar. Ervin Mata, i cili shfaqet në këtë foto prej rreth 2 vitesh, dyshohet se fshihej mes Brazilit dhe Paraguajt në Amerikën Latine.
Ai u arrestua në Brazil me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë pasi është në kërkim nga prokuroria e posaçme. Policia e shtetit dhe Interpol Tirana kanë pasur të dhëna dhe janë vënë në ndjekje të 39 vjeçarit që para 2 vitesh, ndërsa të dhënat më të fundit të dërguara autoriteteve sinjalizuan vendodhjen e tij në juglindje të Brazilit. Në momentin e ndalimit, Ervin Mata i ka paraqitur policisë braziliane një kartë identiteti paraguajane me vendlinjen në Mbretërinë e Bashkuar, dokument që ja përdorte për lëvizjet në shtetet të Amerikës Latine. Autoritetet kanë zbuluar hyrje dalje të shumta me identitet fals në Brazil dhe Paraguay. Pas kontrollit atij janë gjetur edhe një kartë identiteti dhe pasaport bullgare të falsifikuar. Pas ndalimit, të dhënat e tij dhe fotografia i janë dërguar Interpol Tiranës, të cilët konfirmuan për identitetin e 39 vjeçarit. Pas konfirmimit, Ervin Matës i është komunikuar arrestimi, ndërsa tashmë vijnë procedurat e ekstradimit në Shqipëri. Ervin Mata ndodhi në kërkim ndërkombëtar prej nëntorit të vitit 2023 me urdhër të SPAK si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të dyshuar për trafik ndërkombëtar të kokainës. Mata dyshohet se ka koordinuar aktivitetin e grupit për trafikimin e rreth 240 kilogrameve kokainë në shtator të vitit 2020. Gjykata e posaçme i ka caktuar 39 vjeçarit në vitin 2023 masën e sigurisë arrest në burg për trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal si dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Policia e Tiranës njoftoi zbulimin e një tjetër call centeri mashtrues që kontrakton të shtetas të huaj duke i mashtruar për të investuar në bursa fiktive. Në kuadër të këtij operacioni u arrestua një 25 vjeçare e cila posedonte dhe administronte apartamentin ku kryej ky aktivitet i palishëm. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 13 kompjutera, 2 laptop, 5 celular dhe prova të tjera. Segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës deri tek mbikalimi i Rinansit në Qafkashar është hapur tashmë plotësisht për qarkullimin e mjeteve. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi këtë segment rrugor i cili ka kaluar tashmë në një autostradë të kategorisë A. Segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës deri te mbikalimi i Rinasit është hapur plotësisht për qarkullimin e mjeteve. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi këtë segment rrugor i cili ka kaluar tashmë në një autostradë të kategorisë A, pasi janë shtuar 2 korsi të reja, ndërsa pritet vijimi i fazës së tretë. Është rruga automobilistike më e ngarkuar në Shqipëri. Është bashkimi i 3 fazave, rreth 7 kilometra të kontraktuara në këtë rrugë. Ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë në një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Dhe projekti parashikon edhe hyrje dhe bërje të rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Në fokus të qeverisë është dhe avancimi i projekteve të reja madhore. Ministri Karakaçi theksoi se në javët në vijim pritet dalja e fituesit të garës së segmentit Milot-Balltren, pjesë e korridorit blu. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shkallë fituesi besoj për maksimumi 2 javë diçka tjetër, sepse jemi të gjithë në fazën përmbyllëse. Hapja e segmentit dhe avancimi i projekteve të tjera konfirmojnë vijimin e investimeve në modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e cilësisë së transportit në vend. Qyteti i Gjirokastrës ka mundësinë të njihet nga afër me udhëtimin shekullor të historisë financiare dhe kombëtare, moneda dhe kartmoneda të rralla, dokumente arkivore dhe objekte shfaqje për publikun në ekspozitën organizuar nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim dhe me Institutin Italian të Kulturës. Muzeu i Bankës së Shqipërisë Paraja Rrëfen ndaloi në Gjirokastër. 100 vjet jetë dhe ngjarje erdhën në një ekspozit në bashkëpunim edhe me Institutin Italian të Kulturës. Bëhet fjalë për një udhëtim shekullor me histori financiare e kombëtare, monedha e kartmoneda të rralla, dokumente arkivore, si dhe objekte shfaqen për publikun, ndërsa ndërthuren me politikën, ekonominë dhe gjeopolitikën. Ne jemi përpjekur që të transmetojmë të gjithë historinë e bankës qendrore nga viti 1925 deri në ditët tona
përmes koleksioneve, dokumentacionit, fotografive, videove, por gjithashtu një periudhë mjaft e rëndësishme janë dhe vitet e para krijimit të kësaj banke, të cilat në mënyrë të përmbledhur janë paraqitur edhe në këtë ekspozitë. Ajo që neve kemi arritur të sjellim dhe të paraqesim për publikun është të tregojmë se si kjo bankë qendrore, pavarësisht nga koha, pavarësisht nga sfidat, pavarësisht nga ndryshimet politike, gjeopolitike që ka ndodhur në vend dhe në botë, ka qenë një institucion i cili ka arritur të garantojë dhe të ruajë stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit. Kjo ekspozit do të qëndrojë hapur për publiku në Muzeun e Kalas gjatë gjithë javës. Veç Tiranës, Muzeu Lëvizjes ka ndaluar edhe në Prishtinë e Shkodër. Muzeu Arkeologjik i Durrësit ka hapur dyert për vizitorët pas përfundimit të restaurimit në këtë ceremoni të veçantë. Mori pjesë Kryeministri Rama dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Gonzato. Muzeu Arkeologjik i Durrësit ka rihapur dyert për vizitorët vendas dhe të huaj me një konceptim komplet të ri dhe funksional në tre katet e tij pas restaurimit të fundit me fondet e Bashkimit Evropian. Rikthimi i mozaikut të famshëm Bukuroshja e Durrësit në qytetin ku ai u zbulua i jep restaurimit të muzeut një tjetër vlerë. Kryeministri Rama falenderoi Bashkimin Evropian për ndihmën që kanë dhënë për jetëzimin e monumenteve dhe muzeve të dëmtuara nga tërmeti i muajit nëntor të vitit 2019. Një ringritje e cila u bë e mundur fal solidaritetit dhe bashkëpunimit të ngushtë me Bashkimin Evropian, i cili na vuri në dispozicion programin EU for Culture dhe ne bëm gjithçka në takonte që me projektet e duhura, me vullnetin e duhur, të çonim përpara dhe të vazhdojmë të çojmë përpara sepse ka ende disa objekte që janë në proces, një punë transformuese e cila flet vet, siç flet qysh në pamjen e tij të jashtme ky muze që së brendshmi është krijuar duke pasuruar linjën muzeale dhe duke e sjell krejt muzeun në një nivel të ri. Ky program nuk ka të bëjë vetëm me restaurimin e monumenteve të rëndësishme në kulturën e Shqipërisë, por edhe për të ndihmuar në rigjallërimin e peizazhit kulturor të Shqipërisë pas tërmetit të tmerrshëm dhe shkatrimtar të vitit 2019 dhe unë besoj se rezultatet që kemi arritur së bashku kanë qenë të jashtëzakonshme. Në këtë muze janë ekspozuar rreth 3200 artefakte duke nisur nga periudha e Neolitit, rreth 8500 vite më parë, nga periudha greke e lashtë, helenistike dhe romake, që kanë ndikuar në zhvillimin e qytetit buzë Adriatikut në kohët antike. Me investimin dhe restaurimin dhe modernizimin e muzeut, synohet jo vetëm ruajtja e vlerave historike, por edhe shtimi i atraksioneve turistike në vendin tonë. Teknologjia në sektorin e bujqësisë ka qenë në qendër të një panairi që u hap në Lushnjë ku rreth 100 biznese shpalosën eksperiencën. Në Lushnjë është qelur panairi Ditët e Bujqësisë. Edicioni i këtij viti i bëri bashk 100 biznese, vendase dhe të huaja. Ata sollën eksperiencën e tyre, si dhe teknologjinë e re në sektorin e bujqësisë. Ky event është me rëndësi të veçantë për fermerët. Nuk janë vetëm bizneset shqiptare, por përfaqësohemi dhe nga biznese të rajonit, të Europës, gjë e cila na bën që secili nga ne të shkëmbejë eksperiencat, por edhe të lidhi kontrata midis bizneseve, në mënyrë që ne atë çfarë prodhojmë këtu të kemi një mundësi jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe atë ndërkombëtar. Ky është panairi më i madh i bujqësisë në vendin tonë. Ditët e bujqësisë janë tashmë një pikë takimi i rëndësishëm për aktorët kryesor të sektorit, duke dyfishuar numrin e pjesëmarrjeve në vite dhe duke tërhequr kompani vendase e ndërkombëtare. Panairi Ditët e Bujqësisë zgjat për 3 ditë dhe ky është edicioni i 5 i tij. Synohet që ky aktivitet të organizohet edhe në vitet në vijim. Sot në mesnatë përfundon afati kushtetues, ndërsa Kuvendi i Kosovës nuk arritur ende të zgjedhë presidentin e ri të vendit pas dështimit në seancën e dieshme dhe sot në seancën e orës 11:14,
Kuvendi nuk ka mundur të ketë kuorumin e duhur pas bojkotit nga ana e opozitës. Në rast se palët nuk dakordsohen për pasarsin e Vjosa Osmanit, kuvendi do të shpërndahet dhe brenda 45 ditësh Kosova do të zhvillojë zgjedhje të reja parlamentare. LDK ka bërë të ditur se ka firmosur 15 emra për një kandidat të saj për president, që është ish presidentja Vjosa Osmani. Çifti mbretëror i Britanisë së Madhe ka nisur zyrtarisht vizitën shtetërore 4 ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbreti Charles III dhe mbretëresha Camilla janë takuar në shtëpinë e bardhë me presidentin Donald Trump dhe zonjën e parë. Vizita shtetërore e mbretit të Britanisë së Madhe Charles dhe mbretëreshës Camilla në Shtetet e Bashkuara ka nisur me një ceremoni zyrtare pritjeje në bazën Andrews. Çifti mbretëror mbërriti rreth orës 14:30 sipas kohës lokale, ku u pritën nga zyrtar diplomatik, përfaqësues të shtetit dhe anëtar të ambasadës britanike. Në një atmosferë ceremoniale, ata përshëndetën fëmijët e familjeve ushtarake britanike të vendosura në SBA, ndërsa një band ushtarake interpretoi himnet kombëtare të dy vendeve. Më pas, mbreti Charles dhe mbretëresha Camilla ju drejtuan shtëpisë së bardhë, ku u pritën nga presidenti amerikan Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump. Takimi i parë mes tyre u zhvillua privatisht, ku sipas fotove të publikuara, palët duke në një ambient miqësor ku u shërbye çaj. Gjatë qëndrimit në Washington, çifti mbretëror mori pjesë edhe në një pritje zyrtare në rezidencën e ambasadorit britanik, ku ishin të pranishëm mbi 100 të ftuar nga fusha e politikës, shkencës dhe mjedisit. Kjo vizitë e konsideruar si më e rëndësishmja gjatë mbretërimit të Charles, përkon me 250 vjetorin e deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara dhe shënon vizitën e parë të një monarku britanik në SBA pas 2 dekadash. Në vijim, mbreti pritet i drejtohet Kongresit Amerikan duke u bërë monarku i dytë britanik që mban një fjalim të tillë historik. Ndërkohë çifti mbretëror do të udhëtojë drejt New Yorkut, ku do të përkujtojë viktimat e sulmeve të 11 shtatorit në prag të 25 vjetorit të tyre. Vizita do të mbyllet në shtetin e Virginias, ku mbreti Charles do të takohet me përfaqësues të projekteve mjedisore në vijim të angazhimit të tij të gjatë për çështjet e klimës. Kjo vizitë shtetërore konsiderohet si një moment kyç në forcimin e marrëdhënieve historike mes dy vendeve, në një kohë ku tensionet janë rritur për shkak të luftës në Iran. Një studim i fundit ka zbuluar ujë në kometën ndërhyjore Atlas, por në ndryshim nga toka, uji atje është ndryshe dhe më i rëndë. Uji në kometën ndërhyjore 3i Atlas, sipas një studimi të fundit, kjo komet ka lindur në një mjedis mjaft të ndryshëm nga ai sistemi diellor më i ftohtë e në të cilin ekziston ujë me një përbërje ndryshe nga ai që ne njohim. Uji në tokë, sikurse të gjithë e dim, përbëhet nga një atom oksigjen dhe 2 atome hidrogjen që në brendësi kanë vetëm një proton. Në kometën Atlas, molekulat e ujit përmbajnë një deuter, një formë hidrogjeni që përmban një proton dhe një neutron, pra një formë më e rëndë e ujit. Këto forma më të rënda uji ekzistojnë edhe në planetin ton, por në sasi tejet të ulët. Sasitë e këtij uji të rënd në kometën Atlas janë shumë të larta dhe është një vlerë kjo e pa hasur kur më parë në asnjë studim të sistemeve të tjera planetare apo trupa qiellor të ndryshëm. Kjo komet ka tërhequr vëmendjen e gjithë komunitetit shkencor dhe në bazë të vërejtimeve dhe studimeve rezulton të jetë formuar 12 miliard vite më parë, pra pothuajse në nisje të krijimit të universit. Të dhënat tregojnë gjithashtu se ajo mbërrin nga një mjedis shumë i ftohtë dhe me nivele radiacionesh më të ulta. Kjo, sipas astrofizikantëve, është prova shkencore që kushtet që kanë çuar në krijimin e sistemit ton diellor nuk janë njësoj kudo në hapësirë, pavarësisht se mund të duket e natyrshme. Një grup shkencëtarësh të Universitetit Prestigjos Stanford ka përdorur një teknikë inovative që shfrytëzon ultratingujt për të gjeneruar shkëndija drite në thellësi të trupit. Sipas studimit, kjo mund të bëhet një ditë baza për terapit mjekësore. Ultratingujt mund të ndriçojnë brendësinë e trupit. Një teknikë që shfrytëzon ultratingujt dhe nanomaterialet për të gjeneruar shkëndija drite në thellësi të trupit human
mund të bëhet një ditë baza për terapitë mjekësore jo invazive, që shfrytëzojnë dritën për të reduktuar inflamacionet, të stimulojnë rritjen qelizore, të aktivizojnë neurone apo të vrasin patogjen. Një grup shkencëtarësh të Universitetit prestigjos Stanford ka përdorur ultratinguj për të vënë në lëvizje nanostruktura të injektuara në qarkullimin e gjakut, duke çliruar dritë si përgjigje. Teknika është publikuar në revistën Nature Materials, ku shpjegohet se është realizuar në tru, në shtyllën kurrizore, në zorë dhe në muskujt e kafshëve. Autorët kanë arritur të godasin dhe nxisin grupe të ndryshme neuronesh tek kavjet dhe të modifikojnë sjelljet e tyre. Ky është një hap i parë në këtë fushë, në të ardhmen mund të përdoret si bazë për terapi mjekësore të ndryshme, por më parë duhet perfeksionuar përbërja e nanomaterialeve që do injektohen në trupin njerëzor, që të jenë të përputhshme dhe të degradueshme pa asnjë efekt mbi organizmin. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.